pak do të flasim për një event të bukur i cili ka ardhur si vjet në edicionin e tij të tretë, ndërtuar me valle tradicionale mirditore, dedikuar pikërisht grave dhe fuqisë së tyre, grave mirditore. Është një edicion i cili ka një gjë shumë të veçantë. Nuk është vetëm dashuria edhe pasioni për vallen, por e veçanta e të gjitha atyre zonjave që janë pjesë e këtij festivali, nëse mund ta quajmë kështu, ose këtij eventi të përvitshëm. Ato nuk janë profesioniste, dhe pikërisht kjo është ajo karakteristika që i bashkon të gjitha. Është dëshira dhe pasioni për të çuar përpara traditën, për të jetuar traditën, shpirtin e gruas mirditore, që i bën bashk në këtë event, gjatë kohës së zhvillimit të cilit ato mësojnë të kërcejnë vallen mirditore për ta finalizuar më pas në një shfaqje përpara një publiku të gjerë. Kjo është ideja dhe ky është koncepti i këtij festivali të bukur të përvitshëm që zhvillohet në Mirdit. Ndaj dhe ne deshëm t'i ftonim këtu dhe sigurisht të kemi mundësinë të ndjekim njërin prej performancave të këtyre grave mirditore që totalisht kanë profesione të tjera, nuk janë profesioniste valltare, por ka një pasion të madh për edhe një për muzikën tradicionale dhe për vallet popullore të zonës. Kështu që unë dua t'i pres me shumë duar tërkritje t'i ndjekim në interpretimin e tyre dhe më pas t'i prezantojmë këtu në studio. Koncerti me gratë e Mirditës. Le ta quajmë këtu dhe le t'i presim në studio. Ishit mrekullueshme, faleminderit shumë. Ju ftoj të uleni, të zini vend. Tani me kaq sa kemi këtu, se ju jeni më shumë, po do bëjmë si do bëjmë, do e gjejmë zgjidhjen. Zonjë koreografe, duam këtu afër sepse do na flasit e pak më gjatë për të gjithë këtë aktivitet kaq të bukur. Rehatoni tani si të doni, e janë këtej, kapon për të gjitha. Zonjat e tjera këtu mund të uleni këtu afër meje. Ulëm ja, zoom vend.
U rehatuam, ndërkohë dua ta prezantoj tani nga koreografja, e cila gjithashtu ishte edhe e para që udhëhoqi vallën, më duk mua. Ndërkohë në profesion mësuese dhe psikologe është zonja Elida Marku. Mirë se erdhët. Dua të prezantoj dhe zonjat e tjera kërcimtare që ishin pjesë e këtij grupi të valleve. Meri Ndoca, ju do ngrini dorën tani që të prezantojeni. Meri Ndoca, Kristina Mruku, Kristiana Ndoj, Drilona Pirtja, bukur, Ermelinda Leshaj, Ilda Vokri, Lindita Margjini, Mirela Leshi, Izaura Ukaj, Marinela Ruçi, ka nostalgjin me këtë Izaurën ti, Marinela Ruçi, dhe Klodiana Suziu. Mirë se keni ardhur edhe njerë. Këto kostumet tona popullore janë aq të bukura. Kush i vesh ndrinë, besoj ndjeni dhe ju se si transformohet gruaja, dhe kush do, besoj dhe burrat kur veshin kostumet e tyre, kanë një sharm të jashtëzakonshëm. Unë ju uroj shumë për aktivitetin e bukur që ju organizoni. Unë e quajta festival, se më duket sikur ai mund të marrë trajtin e një festivali, se ju vini gjithmonë me valle të reja, me interpretime të reja dhe grupe të reja, apo jo? Është kështu? Është shumë interesante historia e kësaj shfaqje që ju jepni të përvitshme, sepse zonjat që bëjnë pjesë në këtë grup valltar, pra që ne kemi sot të ftuar në studio, nuk janë valltare në profesion. Apo jo? Më trego pak Elida, lutem, në lidhje me këtë organizim dhe si ka nisur. Atëherë faleminderit shumë për ftesën që na keni bërë në emisionin tuaj Rudina të shumë shikuar. Për mua është kënaqësi. Por sot besoj që do jeni shumë të kënaqur me gjithë të bukuritë madhe që kanë sjellë këto. Unë ju them goca. Mos e vër në dyshim. Edhe se janë nëna me 2-3 fëmijë, unë të gjithave edhe te grupi kur shkruaj goca të bukura, hajdini në prova ju them. Kështu që do të rikite për këto goca të bukura. Ndërkohë që edhe njerë janë në profesione totalisht të ndryshme. Janë profesione. Janë valltare profesioniste. Asnjë. Janë gra të thjeshta, janë gra të zgjuara, gra të bukura, siç është gruaja mirditore, e fisme, e zgjuar, e bukur, krenare, e zonja për gjithçka. Se nuk mund të rish pasën e zonja kur këto gra kanë 2-3 fëmijë, pothuajse të gjitha, dhe këto janë kaq të përkushtuara dhe janë kaq të angazhuara sa që janë një model për gjithçka në jetën e tyre. Unë Rudina, ky është edicioni 3 që kam bërë si vjet. Në edicionin e parë, thjesht e nisëm me gratë si një tip lojet. Po mendonim që të bëjmë edhe ne një aktivitet, përderisa unë jam një koreografi që ka vite, jam që vogël pothuajse që merrem me këtë punë, dhe kam një numër të madh fëmijësh që ju bëj kurse në qytetin e Rrëshenit, dhe jam shumë e lumtur nga prindrit që mi besojnë fëmijët e tyre, dhe jam shumë e kënaqur me ato fëmijë, edhe thash pse jo të mos bëjmë edhe për gratë. Edhe nisëm me gratë, sepse unë punoj në një kolektiv me shumë gra, dhe u bëm pothuajse gjysma ishin nga kolektivi im, po na vun një kusht, se thanë, ne do bëjmë aktivitetin, por burrat nuk do vinë në skenë me na parë. Po pse? Po pse? Në sallë. Sepse kishin emocion, ndjeshin keq, edhe ne unë u apremtova këtë kusht, biles kur kemi shku për të hyrë në skenë, ka marrë policin bashkiak edhe ju kam thënë asnjë burr mos të hy brenda. Se gratë nuk i duam, do kërcej për qefin e tyre. Po. Edhe ato luteshin nga fundi, bile u futën ca pleq se na erdhi keq edhe kurse pastaj filloi viti tjetër, viti 2, edicioni 2, dhe absolutisht ishte pjesëmarrja shumë e madhe dhe atëherë hyrja e lirë. Grupi u rinovua, le të themi. U rinovua grupi sepse ndryshon pjesëmarrja. Patjetër. Edhe jemi 2-3 veta që kemi qenë edhe që në vitin e parë, në edicionin e parë, por gratë pastaj kanë ndryshuar, sepse i kanë lënë radhë njëra tjetrës. Pastaj zvendësohet nga një tjetër që dëshiron gjithashtu të marrë pjesë. Dhe si vjet të them të vërtetën, nuk kisha ndonjë motivim kaq shumë të madh sa vitet e tjera, për arsye të ndryshme, por kur erdhën gratë dhe mua afruan dhe një ndër ato ishte Drilona, që një grua që ka kaluar një sakrificë të madhe shëndeti, dhe një heroin. Grua, thash, unë jo e motivuar, po lodhja ime nuk ekziston fare. Dhe puna ime me një kënaqësi pa imagjinueshme. Që Drilona, ka qenë dëshira jote për të marrë pjesë, për të aktivizuar në këtë grup vallesh?
Pa. Të që një pjesë e aktivitetit të lidës, e organizimit të 8 marsit, ka qenë diçka shumë e veçantë për mua. Sepse 3 vitet e fundit nuk ka mundur të jem pjesë e as një feste, dhe as pranë familjes time. Sepse isha duke u përballur me një sëmundje të rëndë, me kancerin e gjirit. Dhe 3 vitet e fundit kam qenë në Itali. Dhe ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, por ftesa e lidës për të marrë pjesë, aty ka qenë diçka shumë e veçantë dhe shumë e bukur për mua. Sa që më thoshte, Rudina, më thoshte, dëgjoj Lida, ti nuk ke nevojë të shkosh të bekosh në Zot dhe në asgjë. Vetëm bekimet që ke marrë nga unë, se unë 3 muaj s'më ka dhënë koka, as kam pas asnjë problem fare. Gjatë 3 muajve. Sot ka qenë smur, ja sot me temperaturë. Kemi pas prova, do të thënë kam harru çdo hall, çdo që hallet e përditshme, stresin e përditshme. Jam kënaq pafund dhe me zor pritshim orën 5 të shkoshim te prova. Marr pjesë në këtë grup, e ke shijuar këtë kohë, sa ka zgjatur? Sa zgjat në përgjithësi përgatitja? 3 muaj. 3 muaj. Pra 3 muaj ju e kaloni në shoqërinë e njëra tjetrës, duke u takuar, duke bërë prova, duke kërcyer. Kështu që duhet të kenë qenë 3 muaj shumë të bukur për të gjitha këto apo jo? Shumë. Dhe me sa di unë, është një lloj dedikimi dhe i veçantë që e keni bërë për Ky ishte motivimi më i madh i këtij grupi për këtë vit që dham për festën e 8 marsit, për festën e nënës. Dhe Drilona mirë që vinte në grup, në pjesëmarrje në valle, po më thoshte vazhdojmë edhe ma. Mbaronim, po, me dëshirë, vazhdojmë edhe ma, mbaruam Drilona. Sa bukur. Sa bukur. Më vjen mirë që Drilona ti e ke shijuar, unë duroj të shkuara, edhe uroj që ta edhen sa më shpejt pas krave të gjithën, por ja, unë besoj që kjo atmosfera pozitive, të ndjerit mirë emocionalisht, ndikon shumë, është një faktor shumë i rëndësishëm, edhe kur bëhet fjala për betejë kaq të vështira për shëndetin. Kështu që uroj gjitha kjo të ndihmoj edhe të ta bëj më të lehtë. Faleminderit. Të betejë që ti ke përpara dhe uroj që gjithçka të shkojë mirë. Por ndërkohë shikoj edhe gocat e tjera, të cilat entuziaste, quhet i mbyllur ky cikël për juve për këtë vit, apo jo? Sepse shfaqja u dha me sukses, me shumë duar trokitje, salla plot tashmë nuk ka më diferencime dhe nuk i persekutoni më burrat duke i ndaluar. Jo, 2 vitet e tjera ishin. Por tani të gjithë kanë të drejtë të vinë dhe të shohin dhe të shijojnë të shfaqje të bukur që ju jepni tashmë, apo jo? Është kthyer në traditë në qytetin tuaj, në Mirdit. Patjetër që po. Një botë pa muzikë nuk ka kuptim. Dhe kjo është gjëja më e bukur që mund të bëhet në Mirdit. Në një vend të vogël që një pjesë shumë e madhe kanë ikur, tani po ta mendosh këto gratë gjitha po numëronim sot fëmijët, janë 33 fëmijë që janë në këtë mjedis që kanë këto. Që me siguri dhe ato kur të rritën janë pjesa më e madhe, janë 2-3 prindër këtu që i ka mund tek po profesione të tjera përveç se mund të jenë shtëpiake, një pjesë ndoshta juaja, mund të keni fëmijët e vegjël dhe merrni me rritjen e fëmijëve. Elona është shtëpiake. Është edukatore kopshti. Edukatore kopshti, shtëpiake, punon tek Osheja. Shtëpiake të rrit një bebë bukur të vogël, shtëpiake me 4 fëmijë në punë, një zguzhinjere, bëndime zguzhinjere, privat në punë. Në privat në punë. Dhe? Në punë, në komunale, okej, shumë bukur. Mua më vjen shumë mirë që ju kam sot juve këtu të gjithave, edhe ju uroj sukseset, edhe sidomos për këtë iniciativë tuajën që tashmë e keni kthyer në traditë, është përmbyllur edicioni i 3, uroj që të zgjas sa më shumë, do doja të më jepnit një mesazh në lidhje me këtë të shijuarit, të gjërave të bukura, të përqafuarit të traditës, të ushqyerjes edhe të ndaj fëmijëve me dashurinë për gjërat tona, për vlerat tona tradicionale, për muzikën, për kulturën, për gjithçka kemi trashëguar. Cili do të ishte një mesazh që do t'japim sepse jemi në fund të programit, minutën e fundit? Unë do thoja që ky aktivitet i bukur është i pakrahasueshëm me çdo lloj aktiviteti tjetër. Prandaj duajeni artin, duajeni kërcimin, merruni me botën e artit sa është shumë e bukur.
është ky koncert apo ky festival, sepse mund edhe ta zgjeroni, mund të bëni gjë shumë të bukur ide, ndërkohë e keni fantastike, kështu që uroj që të jetë edhe më i bukur edicionin e ardhshëm. Është me vlera të veçanta, jo vetëm për hir të traditës tonë dhe kulturës, por mbi të gjitha për faktin që bën bashk njerëz që nuk i takojnë këtij profesioni, por që të qenurit bashk ju bën ta shihoni shumë më tepër. Është terapi kolektive, është terapi. Fuqizon të gjithave bashk, shumë më tepër në mënyrë të padiskutueshme. Unë juroj shumë suksese dhe ju vaf mbar, ju falenderoj shumë që ishit këtu. Të falenderoj shumë për gjithë edhe shpjegimin që na dhe në emër të grupit. Ju pres vitin tjetër kur të bëni edicionin e radhës sërish me një tjetër performancë në studio, se sot na sollet një super atmosferë këtu. Faleminderit dhe ju uroj më të mira dhe shëndet në jetën tuaja. Faleminderit shumë. Kemi mbritur në fund të dashurinj, faleminderit që na ndoqët, do të shihemi nesër, kalofshi mirë. Faleminderit.